prindi nuk shkon zinxhir, as nuk dublohet. Është një rol i pashmangshëm, i patjetërsueshëm, që do s'do ngelet i vetëm. Me 2 paragrafe, Klaudia na bëre një përshkrim që ta dëgjojmë prindër, ku janë prindrit, Klaudia? Si jemi rritur ne dhe si janë prindrit sot? Sepse jeta virtuale ty ta jep realitetin shumë të thjesht, të jep destinacionin, por nuk të tregon asgjë nga rrugtimi. Përshëndetje miq, erdhëm në podcastin e radhës, jam në studio me Klaudia Hasanllari, juriste tepër aktive në jetën e komunitetit. Klaudia, të falenderoj. Për më tepër është edhe drejtore në qendrën e parandalimit të krimeve për të mitur dhe të rinj. Të falenderoj që erdhe, që gjete kohën në këtë fluks të madh aktivitetesh që po zhvilloni këtë muaj. Faleminderit ty për ftesën, Jona. Klaudia, neve kemi rastisur me njëra tjetrën shpesh herë nëpër konferenca. Ti për pozicionin që ke, e unë si gazetare. Por më ka bërë përshtypje shumë që ti ndodhesh kudo në komunitet për të mbrojtur dhe për të shërbyer aq shumë komunitetit, kryesisht për jetën e të rinjve. Mban një pozicion prej sa kohësh? Pozicionin në qendër prej 4 vjetësh. 4 vite. Aktive. Në të ka lodhur? Jo. Dëgjoj, unë mendoj, Jona, që ne në momentin që na lodh puna ose thjesht e ndjem veten të ezauruar në një punë, kemi gjithë mundësitë e botës për të lëvizur. Fakti që rrim dhe vazhdojmë punojmë do thotë që vlerësojmë punën, ndihemi të vlerësuar, marrim kënaqësi profesionale, kështu që unë dua shumë profesionin tim edhe jam me fat në fakt që kam gjetur edhe një ekip pune dhe një frym të paktën në Ministrinë e Drejtësisë që unë jam ndjer shumë komode dhe e kam pasur mundësinë që t'i zhvilloj edhe idetë e mia në të mirën e punës, por sigurisht që punët që ne bëjmë janë të përkohshme. Ne nuk jemi puna që bëjmë, jemi shumë më tepër se aq dhe duhet të investojmë shumë tek ajo pjesa që ti the e jetës në komunitet, e asaj që ne jemi përtej punës, sepse është një zinxhir i pashmangshëm. Ajo që jemi përtej punës bëhet ajo që çojmë në punë dhe ana sjellta, kështu që unë përpiqem që midis balancës së rolit në institucion që është një rol publik që me shumë përulësi përpiqem ta bëj sa më mirë të jetë e mundur dhe që do shërbej përsa të jetë në funksion të detyrës time dhe të institucionit, por po aq përpiqem të mbaj të njëjtin investim tek aktivitetet dhe gjërat që më bëjnë mua Klaudion përtej juristes. Sa më kënaqe kur them atë përulësinë, që jo të gjithë njerëzit e kuptojnë rëndësinë e përulësisë. Pse duhet jemi të përulur neve, Klaudia? Po është, tani unë nuk dua të gaboj të citoj Biblën apo jo, por di që citohet si një nga virtytet më të rëndësishme të njeriut, përulësia dhe modestia. Edhe e kundërta, krenaria është ajo që të çon drejt rënimit. Bravo. Unë mendoj që shenjat e para të një njeriu në rënje janë deliri dhe krenaria. Kështu që përulësia nuk është e nevojshme vetëm për këtë që unë ju referova si rënja apo ngritje, por përulësia është shumë e nevojshme për paqen personale, sepse na bën të kuptojmë që po, jemi të përkohshëm, po nuk kemi pushtet mbi askënd dhe po aq askush nuk ka pushtet mbi ne. Pra është një balancë që të mban shumë si thuhet me këmbë në tokë, neutralizuar, po. Më kënaqe me këtë. Nuk e prisja që biseda në pyetjen e parë na çonte këtu. Po unë do rrim prap në këto ujëra, do rrim prap. Jo, po i kisha referuar ju të rinj te kjo, po ti më tregove një anën tënde njerëzore që unë se kam parë tek shumë njerëz këtë. Beson, Klaudia? Ku? Në Zot. Po, patjetër. Në Zot po. Nuk besoj Ku e dorëzon shpirtin tënd kur je e lodhur? Zotit, fuqisë mbi natyrshme, absolutisht të parë Zotit. Dhe ajo që i referojmë si fuqi mbi natyrshme, nuk i referohem një fuqi të panjohur. Domethënë, unë mendoj që e dua Zotin dhe e njoh. Nuk pres që ta shoh, nuk pres që të vi të më flas.
e kam parë dorën e Zotit në jetën time, edhe e kam ndjerë, kështu që absolutisht besoj në Zot. Por, ajo që them që besoj dhe në fuqi të vërtet të natyrshmes, është besimi im tek fuqia e mendimeve tona edhe e asaj që ne ushqejmë zemrën tonë. Dhe unë përpiqem që ta ushqej shpirtin tim, zemrën time, mendjen time me gjëra që më japin fuqi, jo me gjëra që më rënojnë. Duhet të jesh shumë e fuqishme të mbash gjithë këtë post që mban ti, duhet të kesh forcë shumë të madhe mendimi. Jo, është se këtu do dilja që nuk është aq që posti nuk është aq i fuqishëm për të mbajtur. Pra ta bërë mirë, pra. Puna është të bësh detyrën siç duhet, edhe për më tepër të kuptosh që nuk je posti që ke. Se kjo është çelësi, kur ti kupton që si e posti, atëherë ti fillon të bësh punën tënde, aty fillon kupton konceptin e përullësisë, sepse kupton që ti nuk je qendra e botës, por edhe ndërkohë bota nuk rrotullohet rreth teje, dhe secili ka një rol të caktuar dhe duhet kuptosh respektin për rolet e tjerëve, po aq sa të kërkosh dhe respekt për rolin tënd. Por në momentin që kjo gjëja të bëhet rutinë dhe bëhet pjesë e punës, kjo nuk kërkon fuqi. Fuqi kërkon që ti të mbetesh ajo që je për te asaj që bën. Ktu është fuqia e njeriut. Sepse ajo që bën ka tendencën, ka një zakon shumë të keq që të merr me vete. Po ti më kam në tokë. Përpiqem. Jo përpiqesh. Në këtë podcast në fillim e kemi hapur për të dhënë sa më shumë mesazhe për të rinjt. E kush më mirë se sa ti mund të na tregoj si fillim një realitet për të rinjt, referuar edhe nga pozicioni që ke sot në shoqëri. Asnjëherë Klaudia gjatë punës time nuk e kam gjykuar të rinjt që gabojnë. Ka menduar që ata janë viktima. A ka menduar gabim? Unë nuk mund të them nëse ti ke gabuar, ke menduar gabim apo drejt, se nuk ka mendime të gabuara. Por unë ditë them që mendimi jot është një derivat i asaj që ne shohim çdo ditë. Pra, ti me të drejtë mendon që të miturit që gabojnë janë viktima, sepse ti shikon se sa padrejtësi bëhen ndaj rritjes së fëmijëve apo ndaj mirëqenies së adoleshentëve nga shoqëria. Në fakt, unë më thonë shpesh se nuk jam prinde dhe kur flas duket sikur po marr role sociale që nuk i kam, por kam qenë fëmijë dhe flas në këndvështrimin e një vajze që është rritur në këtë qytet. Unë i njoh të rinjtë e Tiranës sepse jam një vajzë që kam kaluar fëmijërinë dhe adoleshencën time në Tiranë. Kam përdorur transport publik, kam përdorur shëndetësinë publike, kam studiuar në shkolla publike dhe e di se çfarë ndodh në këtë qytet kaq të vogël dhe kaq të madh njëkohësisht. Ndoshta nuk kam provuar sfidat e sotshme, sepse nuk ka pasur digitalizim njësoj, rrjetet sociale, virtualiteti, bullizmi, kanë qenë të tjera dimensione, por kohë të ndryshme, sfida të ndryshme, vështirësia e një ngelet. Të rinjt sot mendojnë ndryshe nga adoleshenca jonë, dhe këtu i referohem moshës së ne të dyjave dhe brezit të 90-s, ose atyre që quhen millennials, kanë jetuar në kohë të vështira, është e vërtet, por kanë qenë pak më të sigurta. Dhe kur them të sigurta, them në kontekstin e sigurisë emocionale. Ndërsa kjo gjenerata Z që ne e godasim kaq shumë sot, themi që janë një brez agresiv, në fakt po jetojnë edhe në kohë të vështira, por edhe në një shoqëri agresive. Pra nuk është brezi që është agresiv, shoqëria është agresive, konkurenca është shumë agresive. Është tregu nuk është i barabartë, sepse ka ndryshuar koncepti i biznesit, ka ndryshuar koncepti i paras, ka ndryshuar koncepti i luksit, ka ndryshuar ajo që shitet dhe ajo që është në të vërtetë. Rrjetet sociale kanë krijuar një jetë paralele. Krizë identiteti. Është me të drejtë një adoleshent 15 vjeç shkalon një krizë ekzistenciale shumë më të fortë se ajo e brezit të 90-s, sepse jetojnë një jetë që nuk është e vërtetë. Dhe për mua gjithçka e keqe vjen nga gënjeshtra. Pra,
nuk ka asgjë të keqe me dëshirën për të pasur lukse, nuk ka asgjë të keqe me dëshirën për të pasur gjërat që janë më të shtrenjta, më të bukura. Por në momentin që fillon dhe jeton një jetë të gënjeshtërt, që ti mendon se e ke atë jetë, ose është e jotja, të përket, dhe nuk e kupton që ajo nuk është një destinacion, është një rrugtim. Pra dëshira jote për ta pasur këtë jetën e luksit kaq shpejt, nuk është për t'u gjykuar, por mënyra se si ti pretendon ta kesh si destinacion, pa kaluar një rrugtim që mund të jetë dhe raskapitës, mund të jetë dhe torturues nga ana emocionale, intelektuale. Kjo është për mua gënjeshtra që fut në kurth adoleshentët e sotshëm, sepse jeta virtuale ty ta jep realitetin shumë të thjesht, të jep destinacionin, por nuk të tregon asgjë nga rrugtimi. Me 2 paragrafe, Klaudia na bëre një përshkrim që ta dëgjojmë prindër, ku janë prindrit, Klaudia? Si jemi rritur ne dhe si janë prindrit sot? Ti ke kontakt me prindër? Po. Qa? Kam kontakt me prindër, shoh situatat, ndonjëherë, tani këtu do flas shumë sinqerisht siç flasim bashkë, që sinqerisht kemi këtu, si në televizion. Ndonjëherë them që po, kanë një barë shumë të madhe prindrit në realitetin e adoleshentëve të sotshëm. Mungon një kulturë prindërimi, vëmendja, kujdesi. Pastaj them, po mirë, këta prindër që jetojnë për herë të parë, se jeta është improvizim për të gjithë, nuk është se lindëm një ditë dhe dim si të rrisim fëmijë. Dikujt i vjen një fëmijë në një moshë të caktuar, dikujt i vjen kur është më i pjekur emocionalisht, dikush ka një bashkëshort suportiv, dikush detyrohet të rrisë një fëmijë vetëm. Njëkohësisht jetesa kushton, që një prind sot të arsimojë fëmijën ashtu siç do donte të arsimojë dhe vetë, duhet ndoshta të bëj 2 punë, dhe kjo nuk i jep kohën e mjaftueshme. Por edhe prindrit kanë problemet e tyre emocionale, sfidat e tyre me shëndetin mendor, shëndetin fizik, çka i bën jo gjithmonë në dispozicion të fëmijëve. Por edhe kur përballen me këtë dilemë në mendjen time, fiton gjithmonë ajo peshorja që në momentin që ke një fëmijë, është një përgjegjësi e pashmangshme. Dhe ndoshta është përgjegjësia e parë që duhet marrë me seriozitet më shumë se gjithçka. Dhe nuk ka rol social tjetër që zëvendëson rolin e prindit. Nëse çdo institucion mund të gjejë një dublant, qoftë edhe shkolla, mund të gjejë një punonjës social, një psikolog, pra nëse një mësues gabon, është një psikolog, një punonjës social në shkollë që mund edhe ta rregullojë situatën, është një oficer sigurie, po nëse edhe këta dështojnë, është policia e shtetit që lajmërohet në rast të një konflikti. Pra po përmend institucione që mund të vinë zinxhir, prindi nuk shkon zinxhir, as nuk dublohet. Është një rol i pashmangshëm, i patjetërsueshëm, që do ngelet i vetëm. Është përgjegjësi shumë e madhe, saqë kur e mendoj nga ana humane, nuk është për t'i friksuar prindrit, por është për t'i vlerësuar që kanë një rol kaq të jashtëzakonshëm, dhe do ishte shumë mirë sikur vërtet ta kuptonin këtë rëndësi, që nuk mbaron tek ushqimi, tek nevojat bazike, nuk mbaron as tek pagesa e shkollës, as tek krijimi të ardhurave, tek të lënit një shtëpi trashëgimi. Është një rol që fillon dhe nuk mbaron asnjëherë. Është e vështirë të ndërtosh njeriu, pra. Është antropologji e gjitha. Se ti e di këtë antropologjin, nuk e di, s'ke një lidhje ti me antropologjin. Kam një lidhje me antropologjin sepse është shkenca që studion humanin. Edhe ne lodhemi aq shumë në këtë botë të studiojmë krimin, të studiojmë drejtësinë, të studiojmë mjekësinë, dhe ne harrojmë që të gjitha këto profesione i bën një human i thjesht dhe jashtëzakonshëm, se aq sa është i thjesht humani, fakti që arrin të bëj edhe drejtësi dhe krim, edhe të shëroj, edhe të dëmtoj, do të thotë që është jashtëzakonshëm në qenien e vet. Kështu që
të studiosh humanin në shkenca bazë dhe prandaj e dua shumë antropologjin unë, sepse madje mendoj që antropologjia duhet jetë lënë dhe detyrueshme, sidomos në fakultete që kanë të bëjnë me njeriu, drejtësia për shembull. Se nuk mund të gjykosh dy palë në një proces, po gjykon dy jetë. Po jep efekt në dy jetë, në dy procese njerëzore. E njëjta gjë dhe në shkenca të tjera, por i referohem tek njohja e njeriut. Dhe pa qenë antropolog i mirë, nuk mund t'jesh as jurist i mirë, nuk mund t'jesh as gjykatës i mirë. Pra, po të fillojmë ta njohim më shumë në njëri tjetrin, si njerëz, ta siguroj që shumë probleme fillojnë të sfumohen. Se justifikojmë. Pse ndodh për shembull, se më kujtua Jona, dhe këtë gjë kam dashur të ta them, po e kam harruar. Pse ndodh që ne tek miqtë tan e kemi shumë të vështirë të eskalojmë konflikt. Pra, unë e kam provuar, kam parë miq me njëri tjetrin, apo dhe vetë me mikeshat mia, që ti edhe mund të kalosh në një fjalë më të rëndë, edhe mund të kalosh në një koment pa përshtatshëm, por nuk eskalon as në dhunë fizike, as në dhunë verbale, përtypesh një herë, e kalon, tregosh tolerant. Kjo nuk ndodh vetëm sepse e do personin tjetër, por ndodh sepse e njeh. Pra unë të njoh ty, për shembull. E di që ti nuk ke dashakeqësi, e di që ti ke kaluar disa gjëra në jetë që ndoshta të kanë bërë të jesh në disa forma, në një komunikim të caktuar, ta pranoj këtë gjë dhe ta justifikoj dhe një sjellje që mund të mos jetë e përshtatshme për mua. Por nëse e bën dikush tjetër që unë nuk e njoh, e kam shumë të vështirë ta pranoj dhe mund edhe të eskaloj në një konflikt. Pra, konflikti në thelb nuk vjen për shkak të asaj që ne nuk mbajmë, por vjen për shkak të asaj që ne nuk njohim. Edhe këtu heqim rastet se konfliktet ka brenda familjes, dhun ka brenda familjes, edhe në çifte, edhe në jetë bashkëshortore, po flas për komunikimin normal. Tani para se shkojmë te antropologjia, ne po flisnim për prindrit. Edhe mua merr rrufeng një pyetje në mendje. Sa krenare është nëna jote për ty, Klaudia? Do të jap një përgjigje, në këtë rast mami më shumë krenare, edhe dua shumë, po do të jap një përgjigje që asaj dhe mund mos t'i pëlqej, pavarësisht se unë e di që është shumë krenare. Ndoshta kur e mendoj përtej asaj që ajo më thot, edhe mund të mos jetë, sepse ne nuk jemi. Pra, ndoshta unë si vajzë nuk jam aq e mirë sa që mund jem si shoqe. Ndoshta unë si vajzë nuk jam aq e mirë sa mund të jem si profesioniste, si juriste. Pra ne në çdo rol jemi të ndryshëm, adaptohemi ndryshe. Edhe ndonjëherë dëgjojmë edhe për njerëz që mund të jenë të jashtëzakonshëm në talentin e tyre apo në gjën që kanë, dhe habitemi themi si ka konflikt personal apo familjar me dikë, sepse ne nuk jemi njësoj në rolet tona. Ne jemi të njëjtë si njerëz, por kjo nuk na bën të jemi të mirë kudo. Unë uroj që nënën time të mos na kemë mërzitur, sepse pavarësisht se jam përpjekur që gjatë gjithë jetës të jem jo vetëm vajzë për të, por shoqe, motër, edhe jam krenare për marrëdhënien që kemi, që ka pasur sfidat e veta, sigurisht jetësore, por që ja kemi dalë të jemi nënë e bi dhe mikesha shumë të mira, si dy gra sot që e mbajmë njëra tjetrën fort, njëre një kohë si një vajzë me një gocë të vogël për dore, tani jemi dy shoqe të rritura dorë për dore, por që kjo nuk e përjashton rastin që edhe mund ta kemi mërzitur ndonjëherë. Po të gjitha i kemi mërzitur mamat tona. Po shiko, është mirë kur ndonjëherë midis brezave ka dhe përplasje, se bëhet marrëdhënia më e shëndetshme. Është krejt normale në fundi, se nëse ne s'do kishim përplasje me prindrit, ne ata nuk do na njihnin dot. Por që kur kemi një mendim kritik, kur kemi edhe përplasje, debati është konstruktiv. Moshën e adoleshencës e më pas filluam t'i kuptoni. Unë për shkak mbaj mend një shprehje që ma thoshte mami vet, kur ishta e vogël. Do kuptosh sot kur të bëhesh vet prind.
E kur u bëra prind pastaj e kuptova atë ku sa vuante ajo dhe sa shumë sakrifikonte. Kështu që sa mirë që i kemi mama, do ta përshëndesim mamin e Klaudius, se na ka bërë super yll. Se është kontributi i saj, formimi i saj, sakrificat e saj. Kështu që nuk e di pse, po unë dal gjithmonë nga skaleta, dhe pse ju ftoj për gjëra të tjera, do t'ju çoj pak te fëmijëria. E kemi çik përbashkët. Klaudia, fëmijëria jote. Nuk është të më pëlqen shumë të flas për fëmijërinë, jo se nuk ka qenë e bukur. Ka qenë një fëmijëri me shumë dashuri, pavarësisht të gjithë problemeve, por sigurisht është një periudhë që ndoshta të doja të ishte edhe më ndryshe. Okej. Është një nga periudhat që e kujtoj shumë të bukur, sepse mendoj që ka qenë ajo që më ka bërë sot një vajzë të fortë, por e kujtoj gjithmonë me një lloj pengu, sepse duke qenë se kam qenë vetëm me mamin, edhe ndonjëherë deri vonë më ka ardhur zor, ose nuk kam dashur ta them pjesën që po jam rritur nga një nënë e vetme, humbëm babain kur unë isha shumë e vogël, edhe e kam treguar si një gjë normale, por jo, nuk është normale. Patjetër që të jesh një vajzë që rritesh pa babain, që është heroi i familjes, dhe një burr që ka qenë shumë i dashur në shtëpi, shumë i kujdesur, shumë provider e quajnë Gen Z sot, si term, që kujdesej dhe për mua dhe për mamin me shumë dashuri. Pra, u rritëm të dyja pa një dashuri shumë të madhe, që na ka munguar shumë, por që mësuam të gjenim tek dashuria që i dham njëra tjetrës. Okej, Klaudia, unë nuk doja që të përzitesh. Me që jemi në këtë ujëra të dashurisë, Klaudia. Na folim me shumë dashuri për dashurinë, tani në familje, po unë do të pyes, ç'është është dashuria për Klaudion? A ka kufizim dashuria? Për kufizim. Jo kufizim. Nuk ka as kufizim edhe as për kufizim. Do jem gjithmonë një romantike e dëshpëruar dhe krenare. Do me thënë dëshpëruar pse? Jo e dëshpëruar në kuptimin e dëshpërimit e medituar. Jo, është ajo shpreha amerikane desperate romantic. Pra që një njeri që kërkon gjithë jetën atë romancën, pavarësisht se bota ndryshon edhe sjell imazhe të ndryshme, pra patjetër që ne dashurojmë edhe me kohën. Pra jo gjithmonë jemi në libra dhe në filma, se dashuria merr trajta të ndryshme, por unë kur e them që do jem gjithmonë një romantike e dëshpëruar, referohem që për mua dashuria është gjithmonë kështu nostalgjike, melankolike, të jep ato flutrat, emocionet. Edhe nuk je as e vogël ta kërkosh të gjë, nuk je as adoleshente, pra i kam inat këto. Pse bëhesh si adoleshente, jo për gjërat janë me mosh. Njeriu mund të ndjejë emocione, flutura, romancë gjithë jetën e vet, kurdo. Pastaj se çfarë zgjedh tek një partner është gjë tjetër, Pra kërkojmë gjëra të ndryshme në kohë të ndryshme të jetës, por të drejtën për tu emocionuar, për tu ndjerë i dashuruar, jo. Deti është me nerva i dashur. Ai ngryset kur ti nuk vjen. E zbus mjeranin krenar, por prap më hakërrehet me dallk dhe sjell erë. Deti është me nerva i dashur. Hënën e mban në gjih si karfic, si ato që ti përkëdhel flokëve të mi. Sa herë trembem dhe fshihem nga stuhit. Këtë e ke shkruar ti, Klaudia. Ç'është dashuria pasi lexova këtë? Dashuria është pritje, është det, është sup i fuqishëm ku fshihesh dhe mbrohesh. Mendoj që këto kam pasur në mendje kur e kam shkruar, sepse vërtet ne jemi gjithë jetën në pritje të një dashurie derisa e gjejmë atë dashurinë. Edhe teksa presim, e bukur është të jetojmë. Dhe prandaj është bukur që
ndërkohë që ne presim dashurinë, pra nuk qajmë pse nuk vjen dashuria, por punojmë dhe përmirësohemi çdo ditë më shumë që të jemi një version sa më i mirë i vetes tonë. Që kur të vi dashuria ne të jemi të plot edhe të kemi mundësi edhe ta shijojmë, por edhe të japim, jo vetëm të marrim. Është det sepse nuk e dim kur si do vi. Pra, mund të jetë me dallg, me sfida, me vështirësi. Ndonjëherë vjen e qetë, vjen lundron kështu me një flamur të madh që ti e sheh që po vjen në mes të detit. Po ndonjëherë është krejt e papritur, mund të vinë si një shishe qelçi në breg. Pra ka dimensione ndryshme. Dhe e fundit, se tani po e shtjelloj në formë në bazë poezisë, e fundit është fiksi ajo fshehja nga stuhit, trembja. Pra çfarë si mund ta quash vetëm të dashuruar nëse nuk shkon tek ai apo tek ajo sa herë trembesh nga stuhit e jetës. Nëse nuk shkon për të fshehur apo për të gjetur mbrojtje, në qoftë edhe atë qetësinë. Okay, kjo poezia ishte ekskluzive për podcastin tim. Klaudia, shkruan shpesh? Shkruaj shumë. Kur do kemi kënaqësinë? Shika, unë po e them tani, unë dua të hap klubin e shkrimtarëve. E atyre që shkruan, që duan shkrimin dhe që shprehen në letër. Do përpiqem sa më shpejt bashkë me stafin e Radio Marketing bashkë me Xhulion dhe sigurisht që do jemi edhe aty, do lexojmë edhe do më ka thënë një prift. Pavlo që e kam bërë edhe personazh në një nga tregimet e mia. Prift ortodoks që më pyeti, a je ortodokse apo katolike? Është jam muslimane. Dhe po pse ke ardhur? Dhe ndërkohë isha në një fshat të jugut, në një kish, kërkoja një legjend. Në pushimet e mia, në ato 2 ditë që kisha pushim, po bëja një gjë kështu, po. Edhe doja të bëja një shkrim artistik, po edhe po gërmoja një gjë që kisha lexuar në një libër historie. Edhe i them, nuk kam thash, jo, nuk ka lidhje me fenin, thash unë kam ardhur sepse po kërkoj legjendën. Tha, po ti nuk qen ke as kështu as ashtu, ti qen ke shkrimtare. Dhe batuta e tij në fakt ishte shumë e bukur sepse vërtet tregon që shkrimtari është një racë tjetër, do ta quaja unë. Një njerëz që rrëfehet gjatë gjithë kohës në letra. Dhe mendo tani Jona, nëse Zoti e fal mëkatin përmes rrëfimit. Mendo, a mëkatoi ndonjëherë shkrimtarët, domethënë? Nëse shkruaj në letra mëkatet e tyre, jo. Se është një rrëfim, jo, po e mendoja, dhe ai është një shkrimtar, është gjithkohës në një rrëfim vazhdueshëm. Domethënë ai vetëm rrëfehet, pavarësisht se është në letër, por shenjë për ulësie është edhe ai rrëfimi. Ajo është pastaj debat tjetër, se a është për ulësi, a është megalomani që ti të rrëfesh çdo gjë, është kjo pastaj është debat juridik. Okej, na çoj prap te juridiku. Klaudia, je lodhur ndonjëherë nga puna, jo e lodhur në sensin e ngarkesës por lodhje emocionale. Ti dëgjon edhe ke përballje me disa histori, me disa realitete të ndryshme. Çfarë t'jep kjo, çfarë ndjesie? Po të them jam lodhur, fyej në thonjza kolegë të mi të cilët punojnë me raste shumë të vështira, janë në vit parë. Domethënë mendo çfarë duhet thot një grua që mund të jetë oficere policie në struktura më të vështira, mendo çfarë duhet thot një drejtor që punon me të miturit të cilët janë viktima të abuzimeve seksuale apo të dhunës në moshë të hershme. Pra, vërtet do të ndihesha sikur do thyeja kolegë të mit nëse do thoja që lodhem unë me këtë punë, që patjetër ka ngarkesën e vet, ka lodhjen e saj, por të punuar në një institucion ku koordinon mekanizmat, sigurisht që ka ngarkesën e vet, jo aq të madhe emocionale sa që kanë strukturat e tjera që merren me rastet në vit parë. Në këtë rast unë përjetoj emocionalisht rastet kur djemt që përfundojnë dënimin rikthehen në shoqëri. Emocionohem shumë pozitivisht kur kam raste që bashkë me stafin në fillim ndoshta duken të vështira dhe pastaj shoh
që e përqafojnë atë programin dhe janë ndoshta pas 2 vjetësh i shikoj që kanë filluar një punë, kanë të ardhurat e tyre, kanë një dëshirë të re për jetën që është larg asaj botës së errët që ishin më përpara. Edhe kjo duket sikur është një punë normale që patjetër ne bëjmë detyrën tonë, por kur shikon rezultatet, patjetër emocionohesh, edhe ngarkohesh emocionalisht, se edhe emocionet pozitive janë ngarkesë emocionale. Unë kam parë, tani më kujtua, më duket se ka qenë për festat e fundvitit, vjetën, në 2025-ën, ty të kishte ardhur një kartolinë, një letër, që të shkruanin, nuk e di, ishin disa fëmijë të rinj. Ka qenë edhe vjetë edhe këtë vit. Të shkruanin, të falenderonin për punën tënde, edhe thonin je më e mira. Nuk e di se ç'mban ajo, po aq shumë u emocionova kur e lexova. Janë mirënjohje, të rinj, edhe pse me problemet e tyre, absolutisht, jeta na përplas cilin do nga ne. Nuk duhet t'i gjykojmë, por që ata ishin shumë mirënjohës ndaj teje. Kur vinë fëmijët që janë në Institutin e të Miturve Kavaj, djemt, pavarësisht se kanë po kryen një dënim penal, unë përpiqem të mbaj gjithmonë në mendje që ne nuk jemi as gjykata dhe as prokuroria. Ne jemi një institucion në sistemin e drejtësisë që kemi detyrën ligjore që të ndihmojmë këta fëmijë të rehabilitohen dhe të reintegrohen. Absolutisht nuk justifikojmë veprën penale që ata kanë kryer, por siç e thash, gjykimi nuk na takon ne. Ne na takon të bëjmë detyrën tonë që procesi i tyre i ndëshkimit të mos jetë vetëm ndëshkues dhe sankcionues, por të jetë rehabilitues mbi të gjitha, sepse nuk mund të ketë një drejtësi sociale bazuar në ndëshkim. Gjithë thelbi është pikërisht restaurimi. Kjo është detyra jonë ligjore, por njëkohësisht kemi edhe një detyrë morale, sepse çdo fëmijë që përfshihet në kriminalitet, shoqëria diku ka gabuar me të. Dhe këtu rikthehemi tek fillimi i bisedës tonë, që shoqëria ka bërë një gabim dhe në momentin që ne ndeshemi me të tilla raste, është detyra e çdo individi apo institucioni që të marrë rolin e një inxhinieri social dhe të riparoj dëmin që shoqëria ka bërë. Jo se mund ta riparojmë plotësisht, por aq sa kemi në dorë të bëjmë gjën tonë. Kështu që unë jam shumë mirënjohëse për ata djemë që punojmë, sidomos djemë që janë në Institutin e të Miturve në Kavaj, me të cilët bëhet një punë e jashtëzakonshme nga drejtoresha e institucionit atje dhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve, patjetër. Ne punojmë me ta kur ata janë në prag lirimi, fillojmë punën që në institut dhe pastaj punojmë dhe 6 muaj pas në mbikëqyrje pas dënimit. Dhe jam shumë mirënjohëse sepse puna me ta më ka mësuar gjëra të jashtëzakonshme. Më ka mësuar si duhet punuar, çfarë efekti ka puna jonë në jetët konkrete të qytetarëve dhe të njerëzve, dhe sa duhet ta vlerësojmë mundësinë që kemi për të shërbyer komunitetit edhe vendit ku jetojmë. Pra nuk është një pozicion pune, po është një përgjegjësi për të shërbyer, sepse ka shumë mënyra se si mund të punosh, sidomos kur je jurist që ka një diapazon zgjedhjesh në ushtrimin e profesionit. Po ti ke zgjedhur këtë. Por drejtësia restauruese është shumë e bukur. Pra është për mua është shumë misionare që ti të kesh mundësinë që në këtë komunitetin tënd të vogël ti të kesh një rol, sado provincial, por ke një rol aty në këtë rregullimin e këtij problemit. Pse është kaq e rëndësishme për ty të kesh rol në komunitet? Po nuk e di, se unë e di që bën edhe punë të tjera në komunitet. Po nuk jetoj dot, jam mësuar. Tani nuk di si ta bëj. Unë jam një gocë. Po them se e bën. Tani unë jam një gocë lindur e rritur në Brak, në Tiranë. Gocë brake. Po. Bravo. Domethënë lind e rrit në atë lagjen time që
njoh çdo njeri, sot jam 33 vjeç, edhe po të kaloj në lagje, domethënë do ndaloj në çdo market, do përshëndes si janë, si janë gdhirë, si janë ngrysur, ja u di ndonjëherë hallet problemet se i marrin vesh, shkoj tek e njëjta parukeri, shkoj në të njëjtat vende, pra pavarësisht i ke hajdive jashtë studime, specializime, gjëra, unë jam shumë autoktone në naturalitetin tim si njeri. Dhe duke qenë se e njoh komunitetin tim, komuniteti më ka dhënë shumë, sepse në fëmijërinë time kam qenë shumë e lidhur me komunitetin, me njerëzit, me lagjen, një familje madhe aty. Sado që në shtëpinë tonë ishte një familje shumë e vogël, këtë familje e madhe e gjetëm jashtë shtëpisë. Pra e gjetëm tek miqtë tanë, e gjetëm tek njerëzit në komunitet, e gjetëm tek besimi në Zot, tek feja, e gjetëm tek projekte të ndryshme ku mamaja ime punonte, që vinin edhe njerëz të cilët ishin nga kultura të ndryshme, nga shtete të ndryshme, gjë që mua më bëri të rritesha me njerëz që kishin shtetësi të ndryshme, kultura të ndryshme, diskutonim për botë. Ishe kurioze, Klaudia? Shumë kurioze. Dhe mendoj që ndoshta kjo ka qenë, se kisha bërë një këtë analizëm, po mendoj që kjo ka qenë, kjo fëmijëria kështu e lidhur me njerëzit, edhe me atë idenë që hajde se për shembull ndodh një gjë, do shkojmë vullnetar në filan vend me vrap. Do shkonim. Ku di unë, e kam pasur edhe kështu si qef. Se punën vullnetare, çfarë mendon për këtë? Se sot për shembull njerëzit të rinj nuk e duan fare, thotë, kur i thua për një punë thonë se lek marr. Po puna vullnetare të bën njeri. Se puna me pagesë të bën profesionist, jam dakord, po çdo gjë mendoj fillon tek komuniteti. Dhe ne jemi të dobishëm kur kuptojmë që roli jonë në shoqëri nuk është vetëm te vetja jonë. Pra, unë jam shumë pro punës me veten. Unë jam njeri që meditoj shumë, jam njeri që ndjek terapi spirituale, jam njeri që lexoj dhe kujdesem shumë për shëndetin tim mendor, që mos të ma prek energjia rreth e rrotull. Por, jam shumë kundër kësaj idesë që bota rrotullohet rreth meje dhe nuk je egoiste, pra. Pra, jo, nuk je dot egoiste. Nëse ti nuk je aty për komunitetin tënd. Pra, nuk jam mirë, unë kam nevojë të ruaj energjinë time, po ruaj energjinë tënde, po dhe bota ka nevojë për ty. Pra, nëse ndodh diçka, ti duhet të jesh aty, sepse ti nuk je vetëm vetja. Ti përket një grupimi social, dhe grupimi social është që nga familja jote, lagja, pse ka funksionuar më përpara komuniteti? Pse kemi qenë më të sigurt nëse ka ekzistuar koncepti komunitar? Po dhe kemi pas më shumë empati si njerëz, kemi qenë më të lidhur me komshin. Atëherë komshiu ishte... Po empatia edukohet, nuk lind. Pra ti nuk mund të rish gjithë ditën në telefon dhe të pretendosh që je empatik. Sepse ti nuk e ndjen dhimbjen e tjetrit. Empati vjen nga pathos, greqishtja, që do të thotë dhimbje, dhe ti e përjeton dhimbjen e tjetrit si tënden. Kjo është empatia. Dhe ti nuk mund të përjetosh dhimbjen e tjetrit online. Po. Edhe te kafja. Dhimbja përjetohet në mënyra të ndryshme, duke qëndruar afër, duke dhënë kontribut, dhe duhet kuptojmë që ne nuk jemi të dobishëm nëse mendojmë vetëm për veten. Dhe nëse nuk bëhemi të dobishëm për të tjerët, nuk do jemi kurrë të suksesshëm. Nuk do jemi. Nëse s'do jemi për tjerët. As të suksesshëm. Kështu që edhe për egoizëm po ta marrin mesazhin. Ta kuptojnë që nuk bëhesh dot i suksesshëm nëse punon vetëm për vete dhe për ambicien tënde personale. S'duam ne, këtë e kam shumë nevojshme ta them. Ti mund të jesh njeriu më ambicioz në botë. Ti mund të jesh njeriu që lexon dhe studion më shumë me një vullnet të hekurt. Mirësia jote apo dashakeqësia, të dyja shpërndahen si energji. Dhe nëse je politikan, ty të voton një komunitet. Nëse do bëhesh CEO, do të votoj një board. Nëse do të shkosh diku, pra gjithmonë ti do të zgjidhesh nga të tjerët. Dhe nëse qofsh ambicioz i më i madh në botë, nëse nuk je i aftë që njerëzit të duan,
Dhe nëse nuk je i aftë të transmetosh mirësi tek të tjerët, kur nuk do të bëhesh i suksesshëm, sepse suksesi nuk është individual asnjëherë. Varet gjithmonë nga një kolektiv, nga një grup, nga një grup zgjedhësish. Unë jam me shumë fat, po që nuk e di pse, Zoti më sjell përballë njerëz që punojnë shtet, po që punojnë. Ka shumë, E di që ka, Klaudia, nuk e di, kemi diskutuar më herët apo jo, po unë këtu për shembull kam pas edhe punonjës të tjerë që punojnë në administratë shtetërore, e zakonisht populli këtyre që punojnë në administratë i quhen patronazhisti, gjuan me gurgjet her pas here pa i njohur. Ndoshta kështu mund të kem qenë dhe unë para disa vitesh, por kur më lidhi puna me njerëz të caktuar, me drejtori të caktuara specifike, dhe kur këta njerëz të merren telefon thjesht të thonë jam gazetare, pa i thënë fare as ku punoj, edhe qytetarët i zgjidhej problemi, unë aty kuptova se sa shumë punojnë këta njerëz. Edhe disa prej tyre i kam pasur dhe në podcast, sepse kam bërë një përzgjedhje të këtyre që unë i kam identifikuar vetë që këta njerëz i shërbejnë qytetarëve shqiptarë. Nuk të t'i përmend tash. I kam parë dhe në fakt e them që vërtet është privilegj që ti të kesh mundësinë të jesh punonjës në një shërbim publik. Pra, jo gjithmonë të jepet rasti që ta kuptosh rëndësinë e madhe që ka të punuarit në një institucion ku e thash edhe karrikja fizike që ti ulesh është aseti taksapagusve, nuk është i joti. Dhe që ti ta kuptosh këtë përgjegjësi dhe ta bësh me sa më shumë për ulësi që thash, është privilegj. Jo gjithmonë të jepet mundësia, jo gjithmonë zgjedh ta bësh, por jam me parimin që kur zgjedh ta bësh, duhet ta bësh mirë dhe me profesionalizëm. Patjetër që askush nuk është i pazëvendësueshëm, po aq sa jo të gjithë janë të dobishëm njësoj, se dhe këtë e besoj. Unë mendoj që kolegë të mi që i kam parë në podcastin tënd, që janë po aq sa drejtues shumë të mirë, janë dhe po aq aktiv në komunitet, sepse i kam ndeshur dhe i takoj në evente të ndryshme sociale të qytetit. Janë njerëz që përtej të qenë drejtues të mirë, janë njerëz të mirë që investojnë tek të qenit aktiv, tek të qenit të dobishëm. Dhe janë shembulli i asaj që të thash, që kanë pasur sukses sepse janë njerëz që ndajnë suksesin. Dhe janë njerëz që punojnë me përulësi. Edhe këtu vim prap të ndarja e suksesit, që thash edhe pak më parë. Pra, ti nuk don, Klaudia, që suksesin të mbash për veten tënde, por e ndan atë edhe me kolegët të tjerë. Sa mirënjohës janë kolegët që punojnë me Klaudion? Nuk e di, duhet të pyes. Duhet të pyesim ata. Si është marrëdhënia me punojësit? Si duhet të jemi ne? Në institucion ne jemi një ekip shumë i mirë. Edhe sigurisht secili ka atë personalitetin e vet, ku kemi krijuar një grup që secili rrin në atë puzzle-in e vet. Edhe të gjithë lëm nga një hapësirë puzzle-i që bashkojmë me njëri tjetrin. Pra, nuk jemi një pikturë, po jemi nga një puzzle që kemi lënë nga një xhep, kështu për tu futur dhe për tu ndërlidhur. Dhe mendoj që deri tani ja kemi dalë mirë. Janë vajza dhe djem që punojnë, e duan Shqipërinë, kanë zgjedhur që pavarësisht se disa prej tyre kanë pas mundësi të studiojnë jashtë, të vinë, kanë zgjedhur të punojnë këtu, edhe ju pëlqen puna që bëjnë, janë misionar sepse është vetë lloji i punës, por bëjnë, pra, edhe kjo pjesa që ndajnë misionarin nga punonjësi i shtetit, pra bëjnë shumë mirë punën e tyre dhe janë punonjës me shumë integritet, pavarësisht se kanë dëshirën për të kontribuar më shumë në shoqëri. Unë jam me fat që punoj me një ekip që na ecën puna, na ecën edhe komunikimi, por në përgjithësi gjatë gjithë karrierës time prej 12 vitesh punë që bëj tani më, në 12 vite kam shkuar shumë mirë me gjithë kolegët. Një mesazh për një adoleshent që ndihet i humbur. Është ajo fjalia e ditarit të Inës, shoqes time, që thot përbindshat e mi kanë përbindshat e tyre. Për mua është shumë e fuqishme dhe shumë e bukur. Dhe këtë do t'i thoja një fëmijë apo një adoleshenti që ndihet i humbur.
që edhe përbindësh jot ka një përbindësh të vetin. Të gjithë ne kemi, të gjithë humbasim. Nuk është e thënë ti je fëmijë për të humbur. Mendo sa humbet një i rritur që duhet kujdeset edhe për fëmijët, edhe për veten, të sigurojë të ardhurat financiare, më shumë përgjegjësi. Pra, jeta është e vështirë për të gjithë, por e rëndësishme është të kërkosh ndihmë dhe të gjendesh në mjedisin e duhur dhe të kërkosh mjedisin e duhur që ta përballosh situatën. Pra, nëse për një moment ndihesh që ke humbur, të gjithë ne, si fëmijë, si të rritur, jemi në të njëjtën vorbull. Thjesht hap syt, kuptoj që nuk je vetëm, shiko majtas e djathtas, gjej dikë që është më i pjekur se ty, më i rritur, që të do, është shumë e rëndësishme, dikush që të do dhe që kujdeset për ty, sepse jo çdo njeri që të afrohet është i duhuri për ta dëgjuar, dhe flit, trego. Edhe përbindëshi jot më i keq ka një përbindësh që duhet ja gjejmë për ta luftuar. Klaudia, unë të falenderoj shumë për çdo fjalë që ke thënë në këtë podcast. Falenderoj shumë ty, edhe jo vetëm për ftesën për mua, por që bën këtë që bën dhe që je kështu siç je. Faleminderit.